Pa shpenzime dhe pa shkuar në farmaci, vendosni një copë të vogël qepe për 15 minuta në gojë. Qepa është një perime shumë e përdorur në kuzhinë si pjesë përbërëse e sallatave ose supave kryesore, por një pjesë e madhe e njerëzve nuk e pëlqejnë atë për shkak të aromës dhe faktit se ju bën të qani. Ajo është e njohur edhe për vetitë e saj mjekësore dhe përdoret gjërësisht në trajtimet e problemeve shëndetësore. Veçanërisht për problemet me dhëmbët si me dhimbje dhe infeksionet, ajo është shumë e dobishme. Njerëzit të cilët i pëlqejnë shumë qepët me siguri do të provoni ndonjëherë këtë truk magnitës. Në rast se keni dhimbje, vendosni një copë qepe në dhëmbin tuaj dhe e mbani për 15 minuta. Dhimbja do të largohet gradualisht brenda kësaj kohe derisa të shkoni tek dentisti të merrni trajtimin e specializuar. Arsyeja pse qepa është kaq efektive lidhet me faktin se qepa ka efekte komponentëve antiinflamator që lehtësojnë edhe dhimbjet.